Them drejtën duke marrë parasysh kampionatin, mendoj që në Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta. Edhe faktin që Vora ka bërë shumë paraqitje të mira këto 4 javët e para, e kemi parë. Edhe mendoj që është ndeshje shumë e vështirë dhe për ne është normalisht detyrim 3 pikësh duke marrë parasysh përbërjen që kemi brenda ekipit dhe shpresojmë ta arrijmë me sukses, por që nuk është ndeshje lehtë. Siç e ka thënë edhe profesori Edi që unë kam dhimbje koke për të bërë formacione, kështu që nuk besoj do jetë shumë problem, sepse mendoj që është përbërja shumë e madhe, konkurenca është brenda ekipit dhe çdo lojtar që është në formacion apo edhe në pankinë duhet të jetë i përqendruar dhe të japë maksimum. Them drejtën, unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e Vllaznisë, edhe qyteti është mjaft i bukur, është hera parë që unë jam pjesë e Shkodrës bashkë me familjen time, kështu që ndihem shumë i lumtur, shoh entuziazmin e njerëzve, shpresoj vetëm të vazhdojmë përpara dhe të kemi sukses. Po normalisht zgjidhesh, duke jemi sinqert, nga profesori Edi Martini, duke marrë parasysh që unë e kam pasur 3 vite tek Teuta dhe duke qenë realist që arsyeja është Edi Martini. Po duke marrë parasysh që unë erdha u bashkova edhe në vonesë me ekipin, normalisht nuk e prisja edhe me veten që mund të kisha ndeshje të mira ose të isha në rritje kaq shpejt, por jam përkushtuar shumë në stërvitje, sidomos kam dhënë gjithmonë 100% maksimumi dhe jam munduar të mbaj qetësinë dhe ta vazhdoj gradualisht rritjen. Ekipi Vllaznisë është ekip pretendent, duhet ta them, pavarësisht se mundohemi, edhe nuk duhet të jemi euforik, sepse euforia ka tregu sidomos në Shkodër se çfarë është dhe jemi ekip pretendent, besoj, me futbollin që kemi tregu. Kështu që mendoj që është shumë herët edhe të jap një verdikt që jemi më lart se ekipet e tjera, apo sepse në fund shifet çka ke arritur.